Me qenë se libri ka të bëjë me përforcimin e trashëgimisë kulturore dhe natyrore si një mjet për ripërtëritjen e zonave rurale, ne që nga tetori pra në vitin e ardhshëm akademik 2025-2026, ne tashmë do kemi një program bachelor për trashëgiminë kulturore, i stërhuar tek Departamenti i Historisë, falë dhe kontributit të koleges Liara Haxhia. Dhe unë nga kjo platformë dëshiroj të bëj thirrje Departamentit të Historisë, Departamentit të Gjeografisë, Qendrës së Studimeve Albanologjike dhe Departamentit të Arteve që të fillojnë dhe të mendojnë për dizenjimin e një projekti i ngjashëm me këtë projekt, pra që përshkruan dhe studion këtë zonë rurale pra të Bënjës, që të bëjmë diçka të përafërt për një prej zonave që mendoj unë është për të patur zili dhe që kontributi ia vlen sa i takon thethit.